Në veri të Mitrovicës së Kosovës nuk ka vetëm situata tensionuese, por dhe mirëkuptim dhe mesazhe të bashkëpunimit. Në këtë zonë ndodhet rezidenca e Galerisë së Arteve Aquarius, e cila bashkon piktorët nga të gjithë etnitetet nga shtete të ndryshme europiane, me punimet të tyre artistike. Kjo ekspozitë u hap së fundmi në galerinë tonë Oda në Shkodër. Presidentja e Galerisë Aquarius në Mitrovicë, një artiste serbe me emrin Miluena Bulatović, e cila shprehet se ndihet shumë mirë me mikpritjen tonë në Shkodër. Ajo theksoi se në Mitrovicë ka bashkëpunim dhe mirëkuptim me të gjithë. Ideja ka lindur nga nevoja për ta ndryshuar narrativat negative kryesisht për shtetin e Mitrovicës, duke ftuar artistë punojnë së bashku dhe të prodhojnë diçka të bukur nga përvojat e tyre në shtet. Po thotë që në galeritë saj gjithsesi që ka komunitet serb, po ka edhe bosnjak, edhe shqiptar, edhe turq, dhe gjitha kombësitë që jetojnë etnike në Kosovë, po përpas asaj ka përfaqësues artista nga Ballkani dhe nga bota, sepse për neve është me rëndësi me prezantu art, jo religjian dhe jo politik. Në veçanti me shqiptarët, Bulatović thotë se ndihet shumë mirë. Po thotë artistat kalojnë gjithmonë mirë mes vetes sepse nuk kanë bariera në kokë, edhe për atë arsye që kanë komunikim të vazhdueshëm dhe shumë të mirë. Pjesë e turneut artistik nga veriu Mitrovicës në Shkodër ishte dhe edicioni i 5 i festivalit letrar Zana me titullin Ullës. Janë krijues letrar nga gjitha komunitetet që kanë shkruar poezitë e tyre dhe i recitojnë në festival. Festivali synon që të mbledh të rinjt nga gjitha komunitetet që të shkruajnë letërsi me tema të caktuara. Në këtë rast, si vjet tema e festivalit është rrugës apo udhës, më shkurtimisht. Edhe si temë e tillë pastaj gjatë punëturive që i bëjmë me të rinjt, i nxisim që të shkruajnë shkrime poetike ose artistike në temën në fjalë. Kështu që ky grup që ka ardhur sonte në Shkodër do të recitojë poezitë e veta që janë në temën udhës. Ky aktivitet artistik nga veriu e Mitrovicës në Shkodër u ndoq me interes të veçantë, si dhe për përmbajtjen e tij artistike të larmishme, ashtu dhe për pjesëmarrjen e artistëve me përkatësi të ndryshme etnike, të cilët përcollën një mesazh të rëndësishëm mirëkuptimi dhe bashkëjetese.